Me që debati është si zhvillohet, na ka dhënë Islami, na ka mbrojtur Islami, është shndruar, është ngulitur në qenien tonë si identitet, edhe a na ka mbrojtur në këtë kuptim, a na i ka mbrojtur identitetin tonë si shqiptar? Shembulli apo argumenti më i fuqishëm dhe fatkeqësisht ndër shqiptarët është domethënë që vëllezërit tanë krishterë, domethënë ortodoks, janë asimilu. I kanë humbur gjuhën e tyre, pra sot nuk flasin ata shqip, i kanë humbur identitetin e tyre kombëtar dhe e kanë humbur gjithashtu edhe traditat e tyre. Përderisa nuk mund ta marrim një shembull që çka një region i cili domethënë i ka lënë traditat e tij kombëtare, gjuhën e tij e kështu me radhë, qofse ata kanë qenë musliman. Andaj Islami ka ardhur për ta mbrojtur domethënë dhe nuk ka ndonjë pengesë pse njeriu domethënë është shqiptar apo është tjetër. Qysh në kohën e pejgamberit alayhis salam disa prej shokëve të tij domethënë janë quajtur në bazë të nacionalitetit të tyre. E kemi Selman el-Farisi. Selman el-Farisi, Faris, domethënë i thonë Persis, pra ky ka qenë persian. Ose Suhejb Rumi, domethënë Suhejbi ka qenë romak, se i thonë Rumi. Ose Bilal el-Habeshi, domethënë Bilali ka qenë nga Habeshe, nga Etiopia. Pra edhe gjithashtu dietarët el-Bukhari, Tirmidhi e kështu me radhë, ishe që janë domethënë emërtuar në bazë nacionalitetit të tyre, në bazë kombit të tyre. Pra kjo gjë Islami nuk e ka penguar dhe nuk e pengon dhe nuk e ndalon Islami që njeriu ta kultivoj gjuhën e tij, ta kultivoj traditat dhe vlerat e mira të atij kombi. Mirë, po Islami është kundër çdo devijimi, është kundër çdo thurje dhe është kundër çdo domethënë gjëje e cila e dëmton shoqërinë. Andaj krejt në fund mund të themi që Islami i ka mbrojtur shqiptarët si shqiptar, për arsye se domethënë 500 vite kemi qenë domethënë pjesë e perandorisë osmane. Mirë, po megjithatë domethënë gjuha jonë nuk është ndryshuar. Dhe hoxhollarët si hoxhollar, domethënë nëpër mejtepet dhe medreset e tyre i kanë mësuar nxënësat jo vetëm arabisht siç pretendohet. Mirë, po i kanë mësuar nxënësat e tyre shqip me alfabetin arab, për arsye se ka qenë alfabeti i asaj kohe që është përdorur.